Presidenti Begaj forcon marrëdhëniet me Kirgjistanin. Ku i bie Kirgjistani? Me anë të lojës 5 gur. Qa është 5 Ke gur? luajtur ndonjëherë 5 gur ti? Ja. Është si hyçi po me 5 gur. Qa është hyçi? Është si peskaçi po me peskaçi. 4 gur. Me 3 letra. Dhe me 12 spanjoll që kërcejnë mbi tavolinë. Po këtu Kirgjistani... Kirgjistani është një vend ande nga këto ish sovjetike. Po prandaj... Uzbekistan, Tagjikistan, Kirgjistan. Prandaj s'ka fol Begaj fare për protestën, se ka qenë Kirgjistan. Por e le njëri atë të flasë? A mund ta rraj kryeministri? Po jo, nuk është, unë ka përshtypjen që atë nuk është se e ndalojnë apo e lën, ai thjesht nuk ka mendim. Ai ka qenë ushtarak apo jo? Aty vetëm jo? Korseja ai mungon. A ka qenë ushtarak ai, çka ka qenë? Apo doktor? Ç'është? Ushtarak? Ti, pornostar. Ushtarak. Po pra, ushtarakët e ka marrë urdhrin, ai ka marrë ditën e parë urdhrin dhe nuk lëviz nga urdhri. Ja, ai po kënaqet Kirgjistan, shko hang ato gjërat mishkali që han ata njerëzit. Po, ai u kënaqet të bë muhabet. Po ai gjithë unë do të bëj president. Ja, do ndihmosh të bëj president? Ose pa presidenti është kur të thonë, ë? Tashi, po je shumë i ri për president. Shumë e pushtetshme. Blendi Gonxhe kërkon angazhimin e deputetëve për shitjen e biletave të Kanye West. Po pra, po si do angazhohen këta? Në ç'formë, sa e dëgjova dhe unë lajmin. Domethënë, për momentin këta urren nga të gjithë, për momentin. Kemi një moment që urren nga të gjithë. Tash ai do dalë dhe thotë, ju lutem blini biletat e Kanye Westit. Po të maskohen ata deputetët, të maskohen kështu me kapele, të bëjnë kështu si parti, a do një bilet për të Kanye West, më të shkojnë për festa, e kupton? Po se ky është problemi, si do e reklamojë, ku do shkojnë për festa? Nuk e di, më thuaj një deputet për shembull të PS-s. Ramos Ruçi, Bledi Klosin, ato, ti jo fare ta trin. Këto festa që bëhen këto parti që janë këto që masturbohen nëpër tavolina, që janë këto kështu. Po Ramos Ruçi ku ti thos ai njeh gjithë pleshtë e Shqipërisë, ku ti thos ai? Po plaku, hajde shkojmë te Kanye, mo ta çojmë pensionin aty te Kanye. Se mo është super. Nuk e kemi dëshmërinë ndaj Kanit kaq të madhe duke, domethënë dëshmërinë ndaj për Kanien nga më aktivet kam qenë në Instagram, se unë isha fiksuar me Kanien. Ti e ke qef vetë apo kanë qef fëmijët? No, fëmijët unë kam qef. Fëmijët e kanë qef se ai është racist. Unë kam qef jetë edhe material, sepse është dhe kështu, është fani, edhe mirë dhe materiale dhe komendoja kështu. Pa, si Melisa. Vazhdojmë flasim deri në fund për këtë gjë dhe ne nuk do shihemi më kurrë bashkë. Unë do të bëj blog në fund të kësaj interviste. Nëse shpresoj Blendi ti shes ato biletat vëlla. E di çfarë duhet bëni këta, më të shkonin te protesta dhe kush merr pjesë në protestë ka 50% ulje te Kanye West. Ta godasin realitetin, ta thyen Matrixin. Kjo është super. Kjo është gjëja më e mëndshme që ke thënë deri tash. Pas asaj të vibratorit, ka dy plane biznesit. Jo, lëre vibratorin, kjo është gjëja më e bukur që ke thënë deri tani. Po pëlqen si ide. Ata shkojnë protestë thot 50%. Po jo, un kam shef provokim, do të thënë, më pëlqen komedia provokuese. Deri ku shkon natyra e njeriu. Mund të bëhen aq meskina që aq po mund të bëhen, Rama mo. Madje 8.000 euro ta japun këtë. Ne jemi te i madhërishmi, Rama dhe Macron ecin dorë për dorë. Mos më shqetësoja, nuk e di ja direkt çish. Është franceze, është franceze. Ti e di që puthin 4 herë francezët? Por edhe un 4 herë puth jam nga Erseka. Edhe për dorë kap. 4 herë puthi. Babi përveç se më puth 4 herë, puthen e fundit ma jep gjithmonë këtu. Ba, unë them njerëzit, të takoj me njëri tjetrin puthen 4 herë, më faqe. Ose ma po puthet 2 herë, po jo 4 herë. E kanë kështu atë. Ai më e di. Po, kapen nga duart, prekin janë shumë femëror. Edhe ne shqiptarët e kemi. Ne shko, e ke parasysh që kanë amerikanët që me burrin ke thjesht një shtrëngim dore, kurse grua si jep një puthje të lehtë në faqe. Ne kemi një shtrëngim dore të sikletshme me gruan, që mos thot ai më preku gruan, edhe me njëri tjetrin jemi kështu, domethënë ka. Ose ne prekemi shumë se ato puthen 4 herë në faqe pastaj ndalojnë. Po, e ke parë për shembull, thonë nuk ja prekim dikujt, nuk ja puthim në faqe për shembull, që t'ja puthësh se ka më puthi gruan. E thjesht me gratë kemi kështu. Nuk se shef fare, e ke gruan tu dhe thua, bashkim si e, gruaja mirë dhe gruaja. Ai di ç'më ka ndodhur një kam qenë një në Kavaja, nuk e di në një vend kështu nga këto kështu, edhe vjen ai kamarier dhe kur fliste grua nuk e shikonte grua, po shikonte mua. Ajo i thoshte, dua të i pjat karkalesa, ai thoshte po, kemi, tjetër, nuk e shikonte që më thoja unë më pa gruan. Më ka ndodhur mua, kam qenë në makinë, partneri ka qenë këtu, tjetri te makina tjetër dhe ka pyetur për familjen dhe ka kaluar pyetjet e familjes mu këtu. Ndërkohë unë isha familja, edhe ndodh gjithkohës pra. Po, kisha fëmijët me atë njeriu aty. Edhe vazhdoni muhabetin ata. Po, ajo çfarë thot ajo, lanoj çik duke mbrapa muhabet. Shumë bezdis kjo, ore ti edhe këtë urdhër për të vënë nga këto më? Të bezdis ajo. E po hiq vathët. Ndiem se alke. Hiq vathët. Tanga, ore ke vesha tanga për të parë, isha në një qendër masazhi, edhe më dhan një palë kështu. Letra. Edhe një moment nuk doja t'i vishja, pastaj sa qef ishte. Më masazhonte mollaqe, domethënë një shoku im tha që unë nuk i ve kur, tha unë shkoj me boks. Po ishte burr apo femër? Femër mo i filipineze. Kush i merr vesh filipineze, duken si, nuk e di. Po ti pse Shko, unë isha me gruan, po pse po bën masazh vithet? Por ishte masazh i plot, edhe hyn në një dhomë, më tha ajo vishu.
marr atë. Në ato të letrës, rob shtëri. dësha. Po, mora atë tani edhe tha çat, e para nuk e dia si mora gruan telefonin ishte te dhoma aty, thashë çat të bëj. Tha pjesa që është më pak e mbuluar, tha është mbrapa. Pjesa para, aq unë kam shumë të madh, është për para. Edhe, okay, edhe pastaj hodha atë gjën, edhe në moment thasha duhet ta heq, pastaj tha nëse do dhe masazh te mollaqet, duhet të ish ashtu me tanga. Edhe mora masazhin, më kishte qenë qef, edhe masazhet e mollaqet dhe tangat. Dhe tani kanë veshur. Por që kam pyetje për të masazhe që bën meshkujt, përveç masazheve me happy end. Po isha me gruan do doja të më masturbonte afiti. Po jo, ka fjalën, ju do mërzite gruaja. Po më mirë, po kështu normalisht. Se mua më duket sikur gjithë meshkujt po ti prekësh janë gjithë kështu. Ore, dhe unë kisha të frikë se s'ka Ju bërë ndodh masazh. apo jo? Nuk më ngrit. Jo, nuk më ngrit. Jo, e di sa frikë, ndoshta kisha frikë nga gruaja. Çfarë nga gruaja? Pa. Nuk e di. Po mendoje për shembull gjyshen, çfarë mendoje? Gjyshen në një kazan plerash, gjëra kështu. Po që jo, ti shkon shpesh në masazhe? Po më bëj masazhe kështu speciale. Jo speciale ashtu. Ja më e shiti. Bëj masazhe kështu për nga ato të fortat, jo celulit, jo gjëra. Çfarë kova dhe unë suedez nga ato që më shtypte, më thonë, prodhaj s'më ngrit. Parë se nga përvesh, mua pëlqen kur më japin ja dy shkuar. Ka të masazhe tajlandez që të hypin sipër ose të ngrenë kështu. Ore, më hipi si majmun ajo, thjesht më thonë një gjë edhe diva ti kishte fop, dhe ishte një gjë shumë e vogël. Po si u ndjeve pastaj ti? O sa që shumë qef. Unë diva, domethënë ata kishin vënë një muzikë falso nga këto me zoqi me gjëra. Prapi mërzitur je sot mbas masazhit. Na dhani nga i çaj. Jo, po gruas po i duket shumë egzotike se tha, "Ua, çaj." Ose ma i çaj ishte pa lidhje fare. Po ai çaj lexonte atë më nga i dyqan këtu. Çaj do të them emrin. Ishte kështu. Ti shkon masazh do ai do i çaj. Duhet çaj mua tash. Unë çaj nuk është jam as angleze as arabe. Domethënë duhet mendojmë shumë për çajin. Do të jem smur për shembull me grip që të kujtojmë për çajin. Çajin edhe shapkat i urrejun, se mendoj sa njerëz mund t'i kenë veshur. Janë si këta që lahen palestër. Ose ma ti je shumë i smur kështu, je shumë i fiksuar. Se edhe për ujin thej që mos gatuhen duhet makaronat me. Ja, edhe në palestër nuk lahem, nuk bëj kështu. Kam frikë nga mikrobet shumë. Vërtet? Po. Unë sot u lava në palestër me shapkat që gjithë aty. Kam edhe një lajm tjetër, e ke ndjekur ndonjë çik botërore? Zero. Edhe unë po. Zero. Kam ndjekur vetëm Anabel, atë Andalen, më falni. Unë dhe Anabelin. Edhe Anabelin e ndjekur, po. Bën edhe një artikull kur u zura unë me Jacqueline. Kushtim se harrova emrin asaj gocës. Sindi, super shkrim. Nëse Nana Kwaku. Nana Kwaku. E kuptoj që shumë europian si emër. Pa. Një tifoz i Ganës i njohur si magjistari i Ganës, i cili ndaloi Anglinë dhe Harry Kane. Domethënë ky bënte një magji aty. Ai kishte marrë ato pluri bebe, se ju duke edhe ajo. Tia kishte hithe plur bebesh edhe bënte kështu. Ky nga Gana. Ky nga Gana ishte tipo, gjithë njerëzit menduan që ky i bëri magji anglisë dhe prandaj Anglia nuk bëri dot gol. Ose ma e di se ky ka bërë edhe një herë tjetër, edhe ka thënë këtë. Po ky e thon mbasi ndodh gjëja. Jo, ky ishte aty, ishte tifoz. Pa. Edhe bënte kështu sikur u bënte magji, ju hithe plur, kështu. Ai ishte plur bebesh, mos e ju duk ajo logo, se dua të bëjmë reklam tani. Unë e di që është vetëm për bythën ai mirë, edhe a lyesh unë i lyej gjithmonë këto pjesën këtu rreth kohë, nga që kam shalët si të ngjitura. Po, më lër të dëgjoj. Se jam shumë interesuar për shalët tua. Edhe kur ec më fërkohen, edhe më bën si të kuq. Madje s'kam qime fare këtu te kjo pjesa, te ajo si është një si hur. Edhe unë gjithmonë i bëj kështu, i bëj gjithmonë me pudër. Edhe është vetëm ajo që më bën të ndihem mirë. Nuk e di për ty a e kam hequr atë vujtje, e kam vujt dhe shumë vite, shalë ngjitura. Po i ke qenë më shëndosh. Pa. Jam në prag të vdekjes. Nuk je në prag të vdekjes ti, është ke nga Melisa të gjithën. Ti shkoti u bëre shumë xheloze.